Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vim ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Në Tiranë është zhvilluar protesta e 20 radhazi e qytetarëve, të cilët vijojnë të mblidhen çdo ditë në qendër të kryeqytetit për të shprehur pakënaqësitë ndaj qeverisë dhe klasës politike. Tubimi është shoqëruar me thirrje për ndryshim politik dhe kritika të drejtpërdrejta ndaj institucioneve. Protestuesit kanë përsëritur kërkesat e tyre për përgjegjësi dhe përfaqësim më të gjerë qytetar. Për të 20 ditë me radhë, qytetarë të ndryshëm janë mbledhur në sheshin kryesor të Tiranës në një protestë vazhdueshme kundër qeverisë dhe sistemit politik aktual. Ashtu si në ditët e mëparshme, pjesëmarrësit kanë artikuluar pakënaqësi lidhur me situatën ekonomike dhe sociale në vend, duke kërkuar ndryshime në drejtimin politik dhe një qasje më të përgjegjshme nga institucionet. Gjatë tubimit janë dëgjuar thirrjet që kërkojnë largimin e klasës aktuale politike dhe rritjen e rolit të qytetarëve në vendimmarrje. Protestuesit kanë theksuar se vazhdimësia këtyre tubimeve është shenjë pakënaqësisë së thellë që sipas tyre nuk është adresuar nga institucionet. Organizatorët kanë bërtuditur se protesta do të vijojë edhe në ditët në vijim, ndërsa pjesëmarrja mbetet e qëndrueshme pavarësisht temperaturave të larta dhe ritmit të përditshëm të tubimeve. Policia ka qenë e pranishme gjatë gjithë kohës për të monitoruar zhvillimin e protestës, e cila është zhvilluar në mënyrë paqësore pa incidente të raportuara. Partia Socialiste do të zhvillojë këtë fundjavë një mbledhje të zgjeruar me deputetët dhe anëtarët e kabinetit qeveritar. Takimi do të përqendrohet te prioritetet e procesit të integrimit evropian, puna legjislative dhe zhvillimet që lidhen me projektin e Zvërnecit. Çështja e këtij investimi pritet të zgjerë një vend të rëndësishëm në diskutime për shkak të debatit publik dhe reagimeve që kanë ngjallur brenda dhe jashtë vendit. Deputetët socialistë dhe anëtarë të qeverisë do të mblidhen të shtunën në një takim të zgjeruar i cili do të mbahet në Pallatin e Brigatave në drejtimin e kryeministrit Edi Rama dhe drejtuesve të grupit parlamentar. Mbledhja vjen në vazhdon e takimeve periodike që mazhoranca po organizon për të koordinuar prioritetet politike dhe institucionale me theks të veçantë të procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Një pjesë e rëndësishme e diskutimeve pritet i kushtohet projektit të planifikuar në Zvërnec, i cili gjatë javëve të fundit është shoqëruar me debate publike, protesta qytetare dhe interes të shtuar nga faktor ndërkombëtar. Përfaqësuesit e qeverisë pritet paraqisin informacion mbi hapat e djegura deri tani dhe argumentet që mbështesin realizimin e investimit. Në agjendën e takimit do të përfshihen gjithashtu eceria e reformave të kërkuara në kuadër të integrimit evropian, puna e institucioneve në përmbushjen e detyrimeve ndaj Brukselit, si dhe projekt ligjet që pritet të shqyrtohen në sesionin e ardhshëm parlamentar. Sipas organizimit të parashikuar, deputetët do të kenë kohë të kufizuar për të paraqitur qëndrimet dhe vlerësimet e tyre mbi temat e rendit të ditës, ndërsa në përfundim pritet përcaktohen edhe objektivat politike dhe legjislative për javët në vijim. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar qeverinë dhe institucionet publike për mënyrën e regjistrimit të një prone në zonën e Vunojit, e lidhur sipas tij me një person të dyshuar për aktivitet kriminal. Në fokus të deklaratave të tij ishte procedura e regjistrimit në kadastër dhe dokumentacioni që shoqëron pronësinë. Berisha pretendon se në këtë proces janë evidentuar parregullsi dhe mungesa të dhënave bazë, ndërsa ka ngritur akuza për përfshirjen e zyrtarëve të administratës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një konferencë për shtyp ku ka folur për një rast pronësie në zonën e Vunojit të lidhur me një projekt ndërtimi në Bregdet. Ai është ndalur te mënyra e regjistrimit të një parcele toke duke pretenduar se në dokumentacionin e dorëzuar pranë institucioneve mungojnë elemente që sipas tij janë thelbësore për vlerëshmërinë e transaksionit. Berisha ka ngritur dyshime mbi procedurat e ndjekura në kadastër duke deklaruar se prona në fjalë është trajtuar fillimisht si e bllokuar dhe më pas është regjistruar pavarësisht pretendimeve për mungesa në dokumentacionin shoqërues. Toka që Isa Alia i ka blerë në breg të detit në Jal është me çmime jashtëzakonisht të ulta qesharake. Këtë tokë në zonën kadastrale me një sipërfaqe prej 15.000 m2, Isa Aliu e ka blerë me vetëm 6 milion lek të reja, ose me kursin e kos e ka blerë gjithsejt me 53.000 apo 54.000 euro. I bie 3-4 euro metri katror. Nga dokumentat rezulton se prona ishte bllokuar
nga ASHK-ja për mungesë dokumentacioni si raporti i vlerësimit dhe kontrata të shitjes. Toka nuk ka shitës. Ky është shteti i Edi Ramës, i narkoshteti i Edi Ramës. Berisha shpjegoi edhe arsyeën e bojkotit të opozitës në seancën plenare të SE-NTES. Amnistia është një e drejtë kushtetuese e parlamentit, e cila duhet të ushtrohet jashtë çdo abuziviteti. Edi Rama ka shtruar amnistin në një rit të përvitshëm, me të cilin ai shumëfishon kriminalitetin, me të cilin godet rënd drejtësinë. Amnistit bën kur çdo vit, bën periodike, se ligji që kanë hartuar këta i detyron shumicën e atyre që gjoja përfitojnë të kalojnë nga gjykata e apelit. Po kjo e bën amnistin e shton në një proces gjoba universale për ata të cilët janë dënuar. Berisha komentoi edhe incidentin e ndodhur në dyert e selisë blu mes mbështetësve të tij dhe protestuesve. Thirrjet, përpjekja për të krahasuar Ramën me Berishën janë që të gjitha lidhen me opozitën e opozitës vegël e qeverisë. Janë dhe disa individë, grupeve të vogla të paguara nga armiku i përjetshëm i Saliberisë, George Soros. Qeveria ka vendosur të jap fund funksionimit të bordit të transparencës për karburantet, mekanizmit që prej muajsh përcaktonte çmimet e hidrokarbureve në vend. Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj tha se stabilizimi i çmimeve në tregjet ndërkombëtare dhe ulja e tensioneve gjeopolitike kanë bërë të panevojshme vijimin e këtij instrumenti. Ajo u ndal gjithashtu te projekti i Zvërnecit dhe sektori i ndërtimit, duke theksuar se qeveria mbetet e fokusuar te zhvillimi i turizmit dhe respektimi i ligjit. Qeveria shqiptare ka vendosur të mbyllë funksionimin e bordit të transparencës për karburantet, organit që monitoronte dhe përcaktonte çmimet e shitjes së hidrokarbureve në tregun vendas. Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj bëri të ditur se vendimi është marrë pas stabilizimit të çmimeve në bursa ndërkombëtare dhe uljes së pasigurive që lidhen me zhvillimet gjeopolitike në lindjen e mesme. Ne sot vendosëm që do të ndërpresim bordin e transparencës, i cili prej disa muajsh tashmë është në funksion në zbatim të ligjit dhe për hidrokarburet. Kanë qenë disa muaj të cilat kanë pasur luhatje të rëndësishme të çmimeve të karburanteve dhe në fakt prej më shumë se 2 javësh çmimi ka ardhur duke u reduktuar, çmimet e bursës janë stabilizuar, siç edhe jeni bërë me dije në kontekstin gjeopolitik është arritur një marrëveshje dhe kanali Ormuzit do të zhbllokohet, pra situata në linjën e mesme tashmë ka më pak paqartësira, tregu i hidrokarbureve është stabilizuar dhe kjo është arsye pse ne vendosëm që ta përfundojmë funksionimin e bordit të karburanteve. Gjatë konferencës për media, Ibrahima u pyet edhe për projektin e shumë debatuar në Zvernec. Ajo deklaroi se qeveria nuk ka ende një projekt përfundimtar dhe se aktualisht po kryen studime nga ekspertë dhe arkitektë ndërkombëtar. Në momentin që do të na vijë një projekt i cili do të ketë një studim të impaktit në mjedis, do të analizohet nga strukturat e qeverisë dhe do të bëhet transparent pa diskutim. Por sigurisht që ne duam që një projekt i kësaj përmase financiare të vinë në Shqipëri, jo vetëm për parat që ai sjell në ekonominë shqiptare, jo vetëm për ndikimin që ai sjell në ekonominë shqiptare, por edhe për imazhin, për standardet që sjell në turizëm dhe për impaktin që mund të ketë edhe në sektorin e turizmit në hotele të tjera. Ministria komentoi edhe debatet mbi qarkullimin e parave të pista në sektorin e ndërtimit, duke theksuar se hetimet institucione dhe listë zbatuese vijojnë dhe se fenomenet të tilla nuk janë të kufizuara vetëm në Shqipëri, por hasen edhe në vende të tjera. Është një sektor i cili është thellësisht financuar nga sistemi bankar dhe është, siç thash, në fokus të analizave të monitorimeve të herpashershme, pasi patjetër që është një sektor me risk në të gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Bordi i transparencës ndërhyri për herë të parë në 26 mars dhe gjatë aktivitetit të tij zhvilloi 37 mbledhje në të cilat përcaktohen çmime referuese të karburanteve për tregun shqiptar.
Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj është paraqitur në gjykatën administrative në kuadër të procesit gjyqësor ku kërkon pavlefshmërinë e dekretit të emërimit të prokurorit Ols Dado. Seanca u shoqërua me debate procedurale, mungesën e përfaqësimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe kërkesa për shtyrjen nga mbrojtja. Gjykata vendosi të shtyjë seancën për në 3 korrik, ndërsa palët ngritën pretendime të forta mbi legjitimitetin dhe transparencën e procesit. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj është paraqitur në gjykatën administrative për një çështje gjyqësore ku kërkohet pavlefshmëria e dekretit të emërimit të prokurorit Ols Dado në vitin 2008. Seanca u zhvillua mes debatit procedurial kur Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk u përfaqësua në sallë, ndërsa prokurori Dado u mbrojt nga avokati i tij. Mbrojtja e Veliajt kundërshtoi qëndrimin e KLP-s për mos legjitimimin e kryebashkiakut si palpaditse, duke kërkuar vijimin e procesit. Gjykata administrative nuk lejoi transmetimin live të seancës, duke mbajtur në fuqi vendimin e mëparshëm që kufizon publikimin e zhvillimeve proceduriale. Ky vendim u kritikua nga palambrojtëse Veliajt, e cila e cilësoi procesin të mbyllur dhe me mungesë transparence. Përfaqësuesi ligjor i Veliajt, Plaren Dreca, i cilësoi situatën si një proces të mbyllur dhe të papranueshëm nga pikpamja e transparencës, duke theksuar se mungesa e publikimit dëmton besimin e publikut në drejtësi. Ndërkohë, një kërkesë e depozituar nga shoqata Asociacioni Kombëtar i Medias dhe Drejtësisë për të bërë palë në proces solli shtyrjen e seancës, pasi mbrojtja e Veliajt kërkoi kohë për të njohur me kërkesën. Gjykata vendosi që seanca të vijojë me 3 korrik në orën 13. Një ditë pasi SPAK paraqiti listën e dëshmitarëve në procesin gjyqësor ndaj tij, Ilir Meta ka paralajmëruar një strategji të gjerë mbrojtjeje në gjykatë. Kreu i Partisë së Lirisë deklaron se do të kërkojë thirrjen e rreth 100 dëshmitarëve, mes tyre diplomat, zyrtar amerikan dhe përfaqësues të kompanive lobuese të përfshira në dosje. Meta pretendon se gjatë procesit do të dalin në dritë fakte që sipas tij nuk janë hetuar për vite me radhë. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka reaguar pas paraqitjes nga SPAK të listës së dëshmitarëve që do thirren në procesin gjyqësor ndaj tij, duke paralajmëruar se edhe mbrojtja do të kërkojë një numër të konsiderueshëm personazh për të dëshmuar në gjykat. Përmes një reagimi publik, Meta deklaroi se është i gatshëm të përballet me akuzat dhe se procesi gjyqësor do të shërbejë për të zbardhur sipas tij çështje që nuk janë hetuar siç duhet gjatë viteve të fundit. Edhe ne do të kërkojmë rreth 100 dëshmitarë të tjerë, nga të cilët rreth 40 shtetas të huaj, kryesisht qytetarë, diplomatë dhe zyrtar amerikan, përfshirë të gjithë përfaqësuesit e kompanive lobuese që kanë bërë kontrata me LSI-n. Ftesë të veçantë do të ketë për të gjithë aksionerët dhe drejtorët e Dias të Washingtonit, si dhe drejtues të McKeown Group, përfshirë edhe avokatin greko-amerikan Fidetzis. Për shkak të pamundësisë Charles McGonigal për të paraqitur personalisht në gjykat, i cili po bën burg në SBA për Edi Ramën dhe po vuan për dënimin katastrofik që u bëri marrëdhënieve shqiptaro-amerikane, do t'i drejtojmë edhe atij përmes gjykatës një sër pyetjesh përmes letër porosive. Kreu i Partisë së Lirisë deklaroi gjithashtu se do të kërkohet marrja në pyetje përmes procedurave të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar dhe ish zyrtarit të FBI-s Charles McGonigal, i cili aktualisht ndodhet në burg. Reagimi i Metës vjen pasi SPAK paraqiti në seancën e fundit pretendime të lidhur me çështjen e lobimit të LSI-s në SBA dhe kërkoi dëgjimin me 10 dëshmitarëve në funksion të procesit. Ilir Meta ndodhet në paraburgim që prej tetorit të vitit 2024 pas arrestimit me urdhër të prokurorisë së posaçme. Ai po përballet me akuza për korrupsion dhe pastrim parash, ndërsa çështja vijon të shqyrtohet nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Procesi pritet të hyjë në një fazë të rëndësishme ku palët do të paraqesin provat dhe dëshmitarët e tyre përpara gjykatës. Pas 2 javësh kërkime intensive, policia ka gjetur trupin e pajete e Gland Koçit në një zonë të thellë malore mes Tiranës dhe Elbasanit. Hetimet paraprake dyshojnë se 34 vjeçari është vrarë me armë zjarri përpara se trupi i tij të hidhej në humner. Në kërkim vijojnë të jetë miku i tij ngushtë Armand Shaka, i cili konsiderohet i dyshuari kryesor për rrëmbimin, vrasjen dhe fshehjen e trupit. Grupet hetimore po përqendrohen te konfliktet e mundshme financiare që lidhen me kriptovalutat dhe aktivitetin e fajdeve. Nga ngjarjet më të rënda kriminale të 2 javëve të fundit ka marrë një tjetër kthes për gjetjen e trupit të pajete në Gland Koçit, i cili
ishte zhdukur pa gjurmë që prej 4 qershorit. Pas një operacioni të gjerë kërkimit të zhvilluar nga strukturat e policisë së shtetit në mbështetjen e autoriteteve të Kosovës, trupi u lokalizua në një humner pranë fshatit Corruj në zonën kufitare mes Tiranës dhe Elbasanit. Pas burimeve pranë grupit hetimor, dyshohet se 34 vjeçari është ekzekutuar me një plumë pas koke dhe më pas trupi i tij është transportuar e hedhur në zonën e thellë ku u gjet. Për shkak të kohës së gjatë që kishte kaluar nga momenti i zhdukjes, trupi ishte në gjendje të avancuar dekompozimi. Identifikimi u bë fillimisht përmes të dhënave të mbledhura nga hetuesi dhe më pas u konfirmua nga familjarët në morgun e Tiranës. Hetimet kanë zbuluar se personi i fundit që kishte kontakt me viktimën ishte Armand Çakaj, mik i ngushtë i tij, i cili tashmë konsiderohet i dyshuari kryesor dhe vijon të jetë në kërkim nga policia. Sipas të dhënave hetimore, mbrëmjen e 4 qershorit England Koçi kishte shkuar me motor në lokalin në pronësi të Shakajt në zonën e sheshit Wilson në Tiranë, që nga ai moment ai nuk u pa më i gjallë. Pamjet e kamerave të sigurisë kanë fiksuar të dyshuarin duke transportuar qese të mëdha të zeza nga ambientet e lokalit drejt automjetit të tij tip Porsche. Hetuesi dyshojnë se në të ndodhet trupi i viktimës. Një element i rëndësishëm i hetimit është edhe dëshmia e kamarierit të lokalit Enea Zyferi, i arrestuar nga policia. Ai ka deklaruar se mbrëmjen e ngjarjes e kishte parë England Koçin të hynte në lokal, por nuk e kishte parë më të dilte prej tij. Sipas dëshmisë së tij, pronari kishte kërkuar të fikte ndriçimin e ambienteve për të nxjerrë një objekt të madh nga lokali. Gjatë kontrolleve në automjetin e të dyshuarit janë konstatuar një lloj gjaku, të cilat dyshohet se i përkisnin viktimës. Ekspertiza laboratorike pritet të japë përgjigje përfundimtare mbi këtë provë. Ndërkohë, grupi hetimor po verifikon disa pista që mund të kenë çuar në krimin e rënd. Dyshimet kryesore lidhen me konflikte financiare, aktivitet në fushën e kriptovalutave dhe mosmarrveshjeve që mund të kenë lindur nga huadhënia në interesa të larta. Policia vijon kërkimet intensive për lokalizimin dhe arrestimin e Armand Çakajt, i cili konsiderohet person kyç për zbardhjen e plotë të ngjarjes. 2 vajza të mitura kanë humbur jetën tragjikisht në plazhin e Etales në Lezhë pasi janë mbytur në det. Sipas policisë, viktimat janë të moshës 9 dhe 11 vjeç. Trupat e tyre janë nxjerrë në breg me ndihmën e pushuesve, ku autoritetet lokale bëjnë të ditur se zona ku ndodhi ngjarja nuk është administruar dhe nuk ka roje bregdetare, ndërsa janë ngritur thirrje për kujdes të shtuar nga prindrit. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në plazhin e Tales në zonën e Lezhës, ku 2 vajza të mitura kanë humbur jetën pasi janë mbytur në det. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së shtetit, viktimat janë të moshës 9 dhe 11 vjeç. Menjëherë pas sinjalizimit është ndërhyrë nga pushuesit e pranishëm, të cilët kanë bërë të mundur gjetjen dhe nxjerrjen e trupave të pajetë në breg. Në lidhje me ngjarjen ka reaguar edhe kryetari i bashkisë së Lezhë, Pierre Indreu, i cili sqaroi se zona ku ndodhi tragjedia nuk është nën administrimin e bashkisë apo ndonjë subjekti privat dhe për këtë arsye nuk ka shërbim të rojës bregdetare. Ai u ka bërë thirrje qytetarëve dhe prindërve që të tregojnë kujdes të shtuar në zona të tilla, sidomos kur mungon mbikëqyrja dhe infrastruktura e sigurisë në plazh. Ndreu shprehu gjithashtu ngushëllime për familjet e 2 vajzave që humbën jetën në këtë ngjarje tragjike. Gjykata e posaçme ka lënë në fuqi masat e sigurisë për 4 të arrestuarit e dyshuar për rrëmbimin dhe vrasjen e Renis Dobrës. Gjatë seancës janë zbardhur edhe detaje nga incidenti i ndodhur pak ditë më parë në ambientet e gjykatës, ku Petrit Cakri u dhunua nga vëllezërit Buzhoka. Të dyshuarit kanë mohuar për fshirje në krim, ndërsa kanë kërkuar falje për përplasjen fizike, ndërkohë autoritetet po hetojnë veçmas incidentin e regjistruar brenda sallës së gjyqit. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të lërë në burg Fation Kristin Aleksandr Buzhokën, Petrit Çakrin dhe persona të tjerë të përfshirë në dosjen që lidhet me rrëmbimin dhe vrasjen e Renis Dobrës. Gjatë seancës gjyqësore, vëllezërit të Buzhoka kundërshtuan akuzat dhe deklaruan se nuk kanë lidhje me ngjarjen e ndodhur një vit më parë. Ata kërkuan gjithashtu falje për incidentin fizik të ndodhur në ambientet e gjykatës, ku sulmuan Petrit Çakrin, i dyshuar si bashkëpunëtor në të çështje. Sipas deklarimeve të tyre, përplasja ndodhi pasi Çakri kishte ofenduar gjatë seancës. Ky pretendim po verifikohet nga grupi hetimor që po shqyrton ngjarjet e ndodhura brenda ambienteve të sigurisë së lartë të gjykatës. Ndërkohë, oficerët e policisë së burgjeve që ndodheshin pranë kafazit të xhamit ku mbaheshin të arrestuar kanë dhënë dëshmitë e tyre para hetuesve. Sipas tyre, sulmi ka qenë i menjëhershëm dhe ka ndodhur pas një shkëmbimi fjalësh mes palëve gjatë zhvillimit të seancës me dyer të mbyllura. Oficerët kanë
deklaruar se Petri Çakri kishte kërkuar shtyrjen e gjyqit dhe në ato moment kishte nisur një debat verbal i cili më pas degeneroi në dhunë fizike. Sipas dëshmive, 3 vëllezërit Buzhoka janë ngritur njëkohësisht dhe e kanë goditur Çakrin me grushte. Megjithëse efektivët e policisë së Burgjeve ndërhyn menjëherë për të neutralizuar situatën, i dëmtuari pasi pësoi lëndime që ekspertiza mjekoligjore ka klasifikuar si plagosje të lehtë të kryer në bashkëpunim. Pas incidentit, Petri Çakri mori ndihmë mjekësore dhe depozitoi kallëzim penal ndaj autorëve të dyshuar të sulmit. Nga ana tjetër, janë marrë në pyetje edhe vëllezërit të Buzhoka, ku sipas burimeve hetimore njëri prej tyre ka pranuar se e ka goditur i pari pas ofendimeve që pretendon se janë bërë ndaj familjarëve të tij. Ngjarja ka ngritur pikpyetje edhe mbi sigurinë e ambienteve në gjykatën e posaçme, ndërsa hetimet vijojnë paralelisht me dosjen kryesore për rrëmbimin dhe vrasjen e Renis Dobrës. Të gjithë arrestuarit vazhdojnë të mohojnë përfshirje në krim, për të cilin po hetohen, ndërsa SPAK po vijon mbledhjen e provave për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishimin edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.